Miq Prizmës, sërish Berisha me fjalët e ty ngatruara tashmë dhe të shumë fishuara, por gjithmonë në një moment që masi ka thënë një diçka herën e dytë kur del o e modifikon o nuk e mban mend se çfarë ka thënë përpara, nuk përcaktohet mirë se çfarë do të bëjë me zgjedhjet. Sigurisht që i thotë që nuk i njoh, sigurisht që i është drejtuar që përpara disa ditëve me anë të lobingjësve, lobimit ti prej 6 milionësh, kuptoni, 6 milion dollar, edhe shtetë departamentit për të thënë atyre, shikoj, janë vjedhur zgjedhjet për mos i njihni, e njëkohësisht me atë që thotë do ta bëjmë ndërkombëtare. Por duke thënë që nuk i njohim zgjedhjet, duke thënë që janë vjedhur, janë grabitur, është mafia, nuk ka përcaktuar mirë se çfarë do të bëjë. A do t'i njoh zgjedhjet do futet brenda në kuvendin e Shqipërisë? A do provoj që të ndaloj të futet brenda? Shkurt muhabeti, a do provoj që të ketë të ndenjura, si thosh në Shqip, të ketë bëth dhe mos të futet, ta abandonoj përfundimisht, ta bëj një përsëritje të asaj kohe kur humbën dhe shanset e mëdha, jo vetëm të votimit, po dhe të pushtetit vendor, duke i lënë gjitha pushtetet me qëllime Edi Ramës. Që ndërkombëtarët pastaj të vijeshin para një prove, zjarri, dhe të detyronin shumicën këtu që prano Sali Berishën. O dorëzoja pushtetin, se Sali Berisha kështu mendon sot. Jo vetëm pleqnia, po edhe njeriu i keq, sidomos njeriu i krimit. Njeriu që po mbron tash familjen e tij, të cilën e kanë etiketuar si kriminale, të korruptuar, sepse këtë po mbron Sali Berisha, absolutisht nuk ka lidhje me Partinë Demokratike, ai po rrudh për herë më tepër, mund të tentojnë që sigurisht i nxjerrë jashtë. Mos i njohë zgjedhjet dhe sigurisht mos marrë pjesë në kuvend. Mund të detyrojë. Por kjo ka diçka, prandaj them që a do ketë ndenjura ta bëj këtë gjë. Sepse sigurisht kjo mund të ketë dy pasoja të mëdha. Pasoja akoma më të madhe ke ndërkombëtarët, por pasojë brenda për brenda Partisë Demokratike, se disa aty do t'i dalin nga rreshti, sepse sigurisht ju duhet ajo rroga, ju duhet ajo influencë, ju duhet. Nuk mund të qëndrojnë më jashtë se e kanë provuar një herë. Pra, sot po më thoshte një kolegi jemi që mund ta bëj këtë punë. Sidomos mua që sigurisht e bëjmë një bisedë tillë. I thash që nuk ka për të pasur të ndenjura ta bëj këtë. Unë dua që ta bëj, që ta çoj punën deri në fund. Të egzagerohet deri në atë pikë sa jo vetëm ta rrudhi, po ta eliminoj atë parti, sepse të gjithë partitë si Partia Demokratike në lindje, në Poloni, në Çeki, në Bullgari, në Rumani është zhdukur. Në të gjithë lindjen. Është vetëm Partia e Komunistit ose Folk Bolshevikut, Sali Berisha që jeton. Tashti, a do ketë ndenjura? Unë them që nuk ka. Por do kisha dëshirë që të kishte, t'i nxirrte jashtë dhe ta përballte këtë situatë. Sepse kur thua nuk i njoh zgjedhjet, nuk ke punë të futesh në kuvend. Por Sali Berisha jo vetëm që nuk është burr, por është burrec. S'ka lidhje me burrnin fare, dikush thot pastaj jo malcore, pa malcor, nëse do silleshin si Sali Berisha malcorët, atëherë malcia do të ishte një vend i akuzuar për shumë element krimi, edhe sigurisht pa burrnie, po nuk janë si Sali Berisha. E mbajnë fjalën. Nuk janë si Sali Berisha që thot nuk kërcej ma, nuk ta përdori partinë për qëllimet e mia, është lufta ime personale dhe e përdor partinë. E çon partinë në mënyrë tillë, kur thua që do ta bashkoj partinë dhe e përçan, kur thua që do ketë madhështore dhe sigurisht nuk merr 200.000 vota më pak se sa Lulzim Basha. Një parti e tillë është tipike pronë e familjes Berisha dhe ai për këtë punë do. Por ajo që mund të them unë është, a do të ketë të ndenjura edhe një herë që mos t'i fusi, t'i detyrojë që t'jenë larg parlamentit ato 50 deputet që ka. Do ta ketë këtë aftësi. Unë kam vendosur një bazë që nuk do ta ketë. Do futet e do vazhdoj lojrat. Do filloj djegi parlamentin, do tentoj që të nisi edhe një herë një, si them tash, një përçapje për të djegur edhe vendin dhe Tiranën,
Mirë Tirana që e ka brenda, sepse sigurisht do bllokoj rrugë dhe sigurisht kanë për ta ndihmuar, se nuk do mbajnë qëndrim për këtë punë. Policia gjithmonë do ta tolerojë, janë mësuar ta tolerojë një kriminal tillë. Normalisht e kanë lënë deri në luftë civile, e kanë lënë që ta djegi vendin, të djegi Tiranën, pse mos ta tolerojnë dhe tani. Por ai një diçka të tillë do ta bënte. E mira ishte të mbante fjalën, e të thoshte kur nuk njoh zgjedhjet, nuk njoh as ku vendin, e dal nga zgjedhjet. Tjetra nuk ka kuptim, por gjithmonë gjërat më të pakuptimshme dhe më irracionale që pjell mendja e njeriu dhe që është mendja më perverse dhe perfide që ka emrin Sali Berisha, kjo lloj mendje, mund të thotë edhe element tjerë. Dhe normalisht një delirant si puna e tij, kriminal delirant, një prishës i sigurisht gjithë shoqërisë shqiptare, mund të shpikë edhe në element tjetër që ne nuk na shkon mendja. Unë sigurisht do desha që ai të shkote deri në fund. Të thoshte nuk i njoh zgjedhjet dhe mos hynte në kuvendin e Shqipërisë. Kjo do të ishte puna më e paqme dhe më e drejtë që mund të bënte Sali Berisha. A do ketë ndenjur ata bëjnë? Si thoni ju? Do ta bëj këtë gjë Sali Berisha? Kjo ishte e para. E dyta ishte dëgjoj një prej prokurorëve të aksionit madh në Vlorë, të zmontimit të një bande kriminale lidhur Vlorë, Itali e kudo në Evropë. E një për prokurorë italian thotë ka organizim të jashtëzakonshëm edhe fitime të jashtëzakonshme kemi të bëjmë këtu me 7 milion euro. Kur tha këtë fjalë tash ky italiani, prokurori italian, hetus italian, ose po themi një nga ato autoritete italiane që kishin ardhur dhe kishin konferencë të përbashkët, shtypi bashkë me spakun ton, Altin Dumanin, atëherë thash me veti, ore, ky është duke thënë për një bandë të madhe e organizuar. Po ç'mund të thoshte ky për bandën 6 milion dollarëshe vetëm për të hequr non grata? Çfarë mund të thoshte ky? Apo do mendonte që janë patriotët në Amerikë që paguajnë për Sali Berishën, ky patriotin e Shqipërisë, hajin e Shqipërisë, derbederin e Shqipërisë, shkatruesin e Shqipërisë, hedhësin erë të gërdecit të Shqipërisë, grabicin 97 të parave të Shqipërisë, vrasin me 21 janar dhe grabicin e rrugës Kombit, grabicin edhe e detit, falin e detit Greqisë. Këtë personit, çfarë mund t'i thoshin këta që ka paguar 6 milion dollar për të bërë lobbying? Ata janë bandë kriminale ndërkombëtare dhe kanë 7 milion euro. Ky është një person i vetëm që kërkon vetëm të heqë një njoll në Amerikë e paguan 6 milion. Tash çfarë mund të thoshte ky antimafia e ky bashkëpunim midis spakut edhe kësaj organizatës sigurisht qeveritare italiane që janë prokurorët e tuset aty, përballë bandës të cilën e shpartalluan, sepse sigurisht i gjetën njerëzit, arrestuan njerëzit dhe shpartalluan një bandë që mund të jetë edhe italo-shqiptare, po mund të jetë shqiptaro-shqiptare, që mund të ketë edhe italian nëpër të. Çfarë mund të thonë për këtë punë, për ato 6 milionet? Si mund vendosë 7 milion euro të një bande kriminale me 6 milionet e një lobimit vetëm, një lobimit vetëm të një personit vetëm që e ka emrin Sali Berisha. Çfarë mund thuash? Nëse ju e dini. E treta ishte dashje që jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen se kaq ishte, ta mendova se do më votojnë. Kam pas gjithmonë votat e mia në Tiranë, kam menduar që edhe Tirana mund të votojnë, po dhe kjo ka mbaruar. Ajo që ishte e lezetshme, sepse gjithmonë ai ka dalë nëpërmjet Partisë Demokratike, s'ka dalë vetë, ka pas disa vota, tjerë s'kishin vota hiç. Kanë dalë Partia Demokratike, kanë nxjerrë 5 veta, pas një lloj vote aty, edhe sigurisht harron që i ka kushtuar 100.000 vota, është humbje për të, për njerëz që ka vendosur kot LSI, si e gjitha mbledh 6.000 vota në Tiranë. Sepse LSI është Ilir Meta, 6.000 vota i kanë dhënë Ilir Metës. Kanë nxjerrë 2 kënej, 2 atje, ku diun, të drejtat e njeriut, që s'kanë vota fare në Tiranë, Vangel Dulet e kompani, ku diun se ku i ka vendosur. Sigurisht pastaj edhe çamat që s'kan vota fare, është parti shokësh, 3-4 shokë që ka, hajde ulemi pim aty, të bëjmë një meze dhe bëjmë muhabet e kot, edhe sigurisht ai e ka vendosur aty në
edhe sigurisht Fatmir Mediu në disa partit tjera. Dashi e dorëheqen sepse sigurisht ka më shkrupuj se sa tillë maskaret cilët vegjetojnë. E thot ka qishte. Ne humbëm, po nuk mund të humbim as fytyrën, as veten. S'mund të humbim edhe qenien tonë. Dhe kjo ishte më e bukur. Ne humbëm, po nuk mund të humbim fytyrën. Dhe në këtë pikë ai është shumë më herë i ndershëm që sa maskaret tillë që kanë punë me kuvendin. Maskaret tillë që vazhdimisht lejnë të tjerë pa u përfaqësuar me një kod që e kanë bërë vetë, në mashtrime sipër, në maskarallëke sipër, kryet kjo punë. E fundit ishte Ali Mehmeti, cilët sigurisht e marrin nëpër gojë këta. E thonë çmenduri, bile i bëjnë një propozim, po mundet edhe nesër të kandidojë edhe për kryetar bashkie, sepse sigurisht duan ta djegin plotësisht. Edhe nëse del nesër për kryetar bashkie, është djegja e fundit. Normale e një njeriu i cili nuk po kupton, doktor Ali Mehmeti nuk po kupton që ai armikun kryesor ka Sali Berishën. Mirë po, doktor Ali Mehmeti nuk do, sepse ka marrë trut e gomarit, që sigurisht i gjen aty ke partia ku është, edhe ke Sali Berisha, që sigurisht janë edhe në tipin e tij, edhe në mënyrën e tij të folurit e të gjithë i kundra tij. Edhe i pari që është kundra tij është doktor Sali Berisha. Doktor Sali Berisha është armiku numër 1 i doktor Ilir Ali Mehmetit. Këtë tash mbase e di doktor Ali Mehmeti, po ta di dhe nuk vepron dhe nuk thot, tregon që sigurisht i meriton të gjitha shtjelmat kurthet që Partia Demokratike, njerëzit e saj i bëjnë atij. Kaq ishte. Dakord, miqtë e mi.